parë, ju falenderoj të gjithë ju që e keni bërë këtë event sukses sot. Dhe di që kishte pak probleme me trafikun e gjëra të tjera, po ja që jemi këtu. Kështu që dua që të bëni një duar tërkitje për juve që jeni këtu në skenë sot. E di që shumë e vështirë ndonjëherë të mbledhësh njerëz, edhe shqiptar në një vend, jo vetëm për një party, por në një vend që të gjithë se jo të mësojmë nga dikush, të marrim relata, të ndihmojmë njëri tjetrin nëse është me një referencë, dhe nuk do ishte e mundur pa sponsorat tanë. Një falënderim shumë të veçantë për gjithë ushqimin që ju sot po gëzoni, doja t'ja bëja Elis Pizza, që është një biznes nga 2 shqiptar, Giulio, një duar tërkitje për Giulio, që bën jo vetëm catering, por bëjnë dhe shumë ushqime të mrekullueshme për evente të ndryshme që ju mund të keni. Një falënderim tjetër doja t'ja jepja Philip Salon, që është Ersida Loshi. Është mu në North End, një salon që ka mbi shumë vite, po ndër këto vite të fundit, Ersida ka marrë pronësi dhe ka bërë një punë shumë të mrekullueshme me parukere shqiptare. Tjetër sponsor shumë i veçantë është Sky Tax Services nga Anisa Veselaj, mbasi shumë ju e njihni, që ndihmon sipërmarrësit dhe gjithë njerëzit e tjerë me taksë shërbime të ndryshme. Një falënderim shumë veçantë është për një nga klientët e mi në fakt, Vinegar Hill Homes, nga Leo Nikolusës, që edhe pse nuk është shqiptar, zërës është shqiptar, me aq shumë sa ka ndihmuar me komunitetin shqiptar, dhe ku ju mund të ndihmoni me, jo vetëm me real estate, nëse është me blerjen e pronave, apo shitjen e pronave, po edhe pse jo me investime. Dhe aty keni dhe Bobby Zanker, që ai mund të ndihmojë për aprovimet e mortgage-eve që të kuptoni pak më shumë sistemin. Doja që thjesht të bëja një ide se si do më thënë ndonjëherë lidhet një lidhje me një person dhe si nga një person kalon dhe bëhet zinxhir. Dhe prandaj me gjithë këtu. Ka lindur mbase me një video që pat, një person ju rekomandoi dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë që tamam i rjetëzon. Dhe një nga këta ka qenë dhe Leo. Leo ka filluar me një kontakt, më ka mbështetur në evente të ndryshme, më ka referuar biznes dhe kështu ai është bërë zëri pjesë e komunitetit shqiptar. Kështu që faleminderit Leo. Gjithashtu sot kemi Agron Gjerasi nga Vatra Adult Care që ndihmon moshat pak më të mëdha të kenë një vend, dhe është një gjë shumë e mirë për komunitetin shqiptar sepse mund të kenë një vend kur të kalojnë kohën, të krijojnë miqësi dhe mos u mërzitemi, të gjithë kemi prindër, që pse jo të vinë në qendrën që janë në Selëm dhe printri. Kështu që për çdo gjë mund të shkoni te tavolina e tij për më shumë informacion. Shumë faleminderit Agron që jemi ne. Gjithë dekor që ju po shikoni është sponsorizuar nga Supernova Dekor, nga Irma Hasko. Faleminderit Irma. Që jo vetëm për çdo fest dhe për dhurata të personalizuara, po Irma gjithashtu është dhe mësuese e shkollës shqipe në Masbesa, kështu që është 2 në 1. Shumë faleminderit, kemi këtu dhe skuadrën New York Live me Jorida. Një përshëndetje të lutem Jorida. Ka ndihmuar komunitetin me shumë vite, jo vetëm si vice president Masbesës dhe në shumë evente që bëjnë jo fitimprurse, po për komunitetin shqiptar, por gjithashtu me forcën që ajo ka për të edukuar që ne të kuptojmë më shumë se si mund të investojmë, si mund të ruajmë paratë tona, se si mund të emancipohemi në një farë mënyre financiarisht në Massachusetts dhe jo vetëm. Faleminderit Rita. Gjithashtu, disa nga le të themi partnerët tanë, që para ta nuk do ishte një komunitet kaq lidhur në Massachusetts, një gjë që nuk e kemi në New Hampshire, jetojnë në New Hampshire, nuk e kemi këtë gjë. Doja një falënderim shumë të veçantë për Masbesën, për Vatrat e Boston dhe Çunat e Boston që kanë këtë qendër që jemi sot. Nuk e di nëse e vu të re, por sot kemi sipërmarrëse shumë të vogël. Është Arja është vajza ime dhe filloi të më thoshte mami, po edhe unë dua të vi te ky event. Është po ti s'ke biznes, po do ta hap një. Çfarë do hapësh? Tha do hap të bëj bizhut e mia sepse kam qejf. Thashun okay, hajde, thashun po do më pagosh tavolinë. Bëj shaka, por një gjë që tha Arja, që mbase shumë njerëz nuk e dëgjuan që parë, i thash pse do ta hapësh një biznes? Tha sepse unë kam pasion. Dhe është një gjë shumë e veçantë, sepse gjithmonë lind diçka nga një pasion. Nuk është e thënë biznesi duhet të jetë se s'bën për të bërë para.
por duhet jetë diçka që e bën me pasion, ngrihesh me dëshirë dhe do të bësh atë që do ti të bësh. Dhe prandaj shumë sipërmarrës bëhen sipërmarrës për pikërisht këtë arsye, do të bëjnë diçka me veten e tyre. Dhe Arja tha, nëse unë jam 9 vjeç dhe kam biznesin tim dhe po vi sot për herë të parë, çfarë ju pengon juve të tjerëve? Kështu që një dorë tërkitje për Arjen. Që ka bërë 7 shitje sot deri tani. Më duket se ka bërë më shumë lek nga gjyne sot. Një falënderim gjithashtu të veçantë. Nuk e di nëse vë të re, po këtu sot me mua është vjera ime, që ka ardhur për më mbështetur, Teresa, edhe my step sister Monika që ndihmoi sot me sign up. Shumë faleminderit. Gjithashtu, një falënderim super të veçantë është për veten time. Unë kam kompaninë Expand to Market, është një agjenci marketingu. Dhe gjithë misioni i Expand to Market ka qenë se si unë të ndihmoj sipërmarrës, nëse ka qenë nga SBA-ja apo nga Kosova, të lidhen dhe të zgjerohen në tregje të mëdha. Dhe një falënderim shumë të veçantë skuadrës time, sepse është vërtet një punë shumë e lodhshme në mbrapa skena që ju nuk e shikoni, për të bërë të mundur një event dhe të mbledhësh njerëzit në një event për të ardhur. Kështu që faleminderit, skuadra do ta shikoj këtë video kur ta shikoj. Faleminderit Expand to Market Team. Edhe një falënderim për Kristiana, ka sjellur sot disa ëmbëlsira të dekoruara dhe të bëra me dorët e saj të bukura. Ka vetëm një vit në Amerikë, kështu që sot të gjithë duhet ta pyesin Kristianën se si mund ta ndihmojmë për të nisur për ta zhvilluar biznesin e saj. Shumë faleminderit që je këtu. Kur erdha në Amerikë para 15 viteve, të gjithë kemi një histori dhe mbaj mend atë eksperiencën tonë kur sapo vim, themi ku jemi këtu, sepse është aq kulturë ndryshe, çdo gjë është ndryshe. Dhe ndjehemi ndonjëherë shumë të vetmuar, na mungon familja, na mungon çdo gjë. Dhe mbaj mend kujdo që flisja, gjë e parë që amerikanët më thoshin ishte nga je ti, çfarë është kjo aksenti që ke? Dhe theja unë jam shqiptare, kjo është e para 15 viteve. Dhe shumica thoshte shqiptar, Albania, where's Albania? Alabama? Like Russia? Dhe njerëzit nuk e dinin ku ishte Shqipëria, okay? Mbas 5 viteve, vajta dhe mbarova shkollën e dytë nga Universiteti i Connecticut's. Mu në Stores, Connecticut. Kë kemi nga Connecticut këtu, më duket se kishin, okay, mirë se ardhët. Dhe për habin time, kishte një komunitet shqiptarësh shumë të madh. Dhe brenda në universitet ishte ASA, ishte Albanian Student Association, kur aty njoha me shumë shqiptar, me backgrounde të ndryshme, ca ishin të lindur këtu, ca ishin me prehare dhe vurare që të gjithë e mbanin me aq, le të themi me aq burrëri në farë mënyrë identitetin e tyre shqiptar. Dhe nuk thoshte jam amerikan, sepse tek e fundit këtu kemi lindur, thosh jam shqiptar. Çfarë vurare është që thash, okay, do bëj dhe unë ëndrrën amerikane. Do mbaroj shkollën e dytë për marketing biznes, do vete në korporat, fillova në shitje, dhe më ndodhe një gjë shumë e papritur. Normalisht të gjithë ne kur vim, kemi një aksen, nuk e dim gjuhën mirë, nuk e kuptojmë kulturën, mbase tek shoqëria amerikane mund të dukemi pak awkward, pak të çuditshëm, po jo sepse ne jemi ndryshe, ne jemi kush jemi, por ata janë ndryshe nga ne dhe normalisht ndjehemi ndryshe. Më ndodhi diçka në korporat, isha në shitje sapo fillova dhe doja të mësoja më shumë për shitjen, sepse unë kisha shumë pasion marketingun, gjithmonë doja të hapja diçka lidhur me marketingun, por thash nuk mund të bëj një marketing të mirë nëse unë nuk kuptoj shitjen, nëse është B2B, B2C dhe të kuptoj strategjinë e shitjes. Dhe fillova në shitje, edhe isha bashkë me gjithë amerikanët që mbase ishin akoma nuk ishin graduar, unë kisha 2 diploma, dhe kur mbarova një telefonat me një klient, një kolegja ime, me të madhe, në mes të skuadrës, më thot diçka që nuk e di pse, po ke parasysh ato historitë kur të ngulitet në zemër? Dhe më tha, "Mua Marsile, tha, të dëgjova këtë bisedë që bërë me klient në anglisht. Nuk e mora vesh si mund të kuptoj ky klient ty me këtë gjuhë që flet ti, me këtë shqipe, me këtë anglishte, më fal." Dhe unë ngela kështu dhe të gjithë qeshën. Kjo është një gjë që tamam të duket sikur je në high school dhe ke një bullying e thua, "Wow, kjo gjë sapo ndodhi?" Dhe të gjithë qeshëm. Tha, unë s'po të kuptoj unë ty këtu ku jam, tha, duke folur të anglisht, si ti mund të bësh shitja. Dhe ky është një moment që unë e kapa, në fillim erdhi zor, që ajo e tha atë. Çava, normalisht janë tha gjëra këtu në Amerikë që po t'isha në Shqipëri, mbase mund t'i thoja, po kush je ti që të më thuash mua? Po normalisht jemi në Amerikë, HR, dhe nuk mund t'i bëja këto gjëra, sepse po mundohemi të adoptohemi në kulturë tjetër.
Po mbaj mend që ai reflektim, ai gjykim, më erdhi zor nga vetja sepse në atë moment unë u ndjeva e turpëruar që isha shqiptare. Dhe vetëm fakti që unë atë moment u ndjeva e gjykuar, më bëri të reflektoj pse unë mendoj kështu. Sepse tek e fundit, unë jam e ardhur këtu dhe unë jam adaptuar në kulturë, dim shumë gjuhë, jam shumë e sigurt shumë nga ju din shumë gjuhë, dhe unë kam diçka më të fortë se një person që është tu, jo se po i ul poshtë amerikan në asnjë lloj mënyre. Burri im është polako-amerikan, kam shok, kam klient amerikan, nuk i ul poshtë. Kjo nuk është ajo që po them. Por në atë moment fillova të mendoj, thash, ne kemi diçka të veçantë si komunitet, dhe është të qenit shqiptar, Albanian, shqiptar, Palestina e ka vënë Albania jemi shqiptar. Dhe mendova, kjo është ajo që unë do ta bëj forcën time dhe identitetin tim kudo që të vete. Dhe kur hapa biznesin tim, në vend që thjesht të bëja video në anglisht, unë u referova të bëja video në shqip. Nuk po bëja fare para në fillim nga klientët shqiptar, nuk po merra pagesë, po thjesht po e bëja sepse thash dua të flas shqip dhe të edukoj më shumë shqiptar për atë që unë di këtu në Amerikë, në shkollat që kam bërë. Dhe mendoj që të gjithë ne kemi një mesazh, të gjithë ne kemi një histori që po ta themi, po ta tregojmë, mund ta bëjmë identitetin tonë më të fortë për të qenë unik. Është shumë e thjeshtë të kopjojmë të gjithë. Është shumë e thjeshtë të bëjmë thjesht një buzëqeshje si kalon për një buzëqeshje fake në farë mënyra. Po ajo që ne do na mbajë të veçantë është të qenëri shqiptar dhe forca dhe ajo historia që kemi, dhe gjithë kemi një histori, dhe gjithë kemi kaluar varfëri, kemi kaluar luftra, kemi kosovar këtu, e dim se si ka qenë ajo periudhë. Po kjo nuk duhet qenë asnjëherë një mënyrë që ju të ndjeni jo ndryshe, të ndjeni të gjykuar, por përkundrazi, do ta thonë me gjithë krenari që jam shqiptar. Një gjë tjetër që ndodhi është kur e lash korporatën edhe hapa biznesin tim, vura re që nuk kisha mbështetje, nuk të hapte njëri derën, jam shumë e sigurt sa veta janë ndjer ashtu kur kanë hap biznesin. Që pa mbështetje, nuk të thot njëri shko majta, shko djata, përdor këtë aplikacion, nuk ke mbështetje. Dhe thash, kur nuk kam mbështetje, çfarë më pengon mua të sill dhe të krijoj komunitetin ton. Dhe prandaj krijova sipërmarrësi shqiptar në mbar botën në Facebook. Nuk është as organizat, se vërtet nuk kam kohë të merrem dhe të kemi një organizat shtesë, prandaj kemi vatrat, kemi Mazbesën, ju bëni ju sepse keni një komunitet, keni vite këtu. Por thash, duhet të jetë një grup që njerëzit mund të pyesin, mund të mësoj nga njëri tjetrin, krijoj relata dhe për habin tim ky grup në 4 vjet është bërë 43.900 antar. Po vemi afërsisht 45.000 antar, që janë profesionistë dhe sipërmarrës shqiptar. Janë krijuar evente, janë krijuar partneritete, webinare, trajnime dhe mesazhe pafund që thot Marsila, doja të hapja një biznes, po krijoj një partner dhe për një javë gjeta partneri. Faleminderit që ka hapur këtë grup. Dhe çfarë na pengon të gjithëve ne të krijojmë mini komunitetin ton, për atë që ne duam, për atë që neve duam të ndihmojmë. Dhe pse jo, të ndihmojmë dhe të bëjmë më shumë për komunitetin shqiptar, sepse është e vështirë të vish në një vend të huaj, të nisësh diçka nga zero. Thonë një shprehje këtu në Amerikë, it takes a village to raise a child. Duhet një fshat i tërë të rritësh një fëmijë. Po mendoj që është e njëjta gjë në biznes. Do një fshat të tërë, kur e thon një qytet të tërë, të bëj një biznes të suksesshëm, se nuk mund ta bësh i vetëm. Unë mund të dal këtu të them që kam bërë çdo gjë vetëm, po jo. Sikur dhe një fjalë e mirë që mund të ma ka thënë një shoqe, Jorida, Mazbesa, një event, një gjë është motiv dhe nuk mund të them që bëra suksesin tim vetëm. Prandaj është shumë e rëndësishme që ndihmojmë njëri tjetrin dhe të shikojmë si mund të ndihmoj unë ty, sesa për të parë çfarë mund të bësh ti për mua. Dhe mendoj kjo do jetë gjëja që ne do ta çojmë komunitetin përpara, dhe kur bëhet një event, e kemi se kemi mundësinë, edhe nëse s'vjen dot, ndajni. Mund të një event e Mazbesës, një event im, ndajni, të jemi më të lidhur. Neve jemi duke bërë ekonominë globale shqiptare që diaspora është diaspora, por neve jemi aq të mëdhenj, sa nëse unë them që vetëm në grupin tim ka zëri se 44.000 antar, sa sipërmarrës të tjerë ka në botë shqiptar. Po di çfarë ka ndodhur? Tani jemi 15 vjet që unë kam marrë në Amerikë. Kur unë tani them njerëzve që jam shqiptare, nuk më thonë, "Oh, is that from the movie Taken?" No. Nuk më thonë atë. Për mbas 15 viteve që unë kam qenë në Amerikë, di se kanë evoluar gjërat, njerëzit thonë tani, "Oh, po isha me pushime në Shqipëri." "Oh, po prenotoj biletën për dikur në Shqipëri." "Oh, Bebe Rexha, Rita Ora, njerëz të suksesshëm që kanë arritur diku." Ne nuk kemi më
atë stigmën që të jesh shqiptar do thotë të jesh kriminal apo po bën diçka ilegale. Nuk e kemi më atë stigmë. Kemi arritur dhe dikush po e bën këtë, neve. Ne të gjithë këtu jemi duke ndryshuar çdo të thotë jesh shqiptar. Jemi njerëz, okay, kemi gjithë negative plot, ka njerëz plot, as amerikanët, as gjermanët, as një lloj rase nuk është perfekte, por aman kemi diçka që neve nuk dim të themi që hey, unë të falimentoj dhe pik. Jemi hustlers, punojmë fort dhe nuk lëm askush na thoj jo. Kështu që një duartërkitje për gjithë ju që jeni sot, sepse nuk i keteni askush jo. Dhe nuk dua që sot të ikni dhe prap nuk keni takuar një person të ri. Kështu që kur të mbaroj fjalimin im, dua që të çojni dhe të thoni me kë mund të prezantoj, çfarë biznesi ke, si mund të ndihmoj. Ndani kartat e biznesit që keni marrë me vete sot, mos i lëni të mbani plur. Dhe bëjni këtë një nisëm që s'ka pse të jetë vetëm nga unë, po të vazhdoj për te, të vazhdoj me mesazhe, me relata. Le të bëjmë të gjithë të bashkuar për të rritur dhe zhvilluar jo vetëm komunitetin ton këtu, po global. Faleminderit.